nga banorët që duan të banojnë, por vjen nga spekulantët që duan të shtojnë lekët. Qartë, këto spekulantë, sa mund ta mbajnë çmimin lart? Se dakord me bleve njerë me 500 për ta shitur me 1500. Po sa bleve njëri. Gjatë ndërtimit kthehet në problem ajo? Ajo herë ta vonë do kthehet në problem. Pra herë ta vonë ne do përballemi me një problem të madh. Unë kam bërë disa parashikime dhe nuk bëjmë parashikime kohore. Fenomenin e kam të sigurt që herë ta vonë ne do përballemi me një problem të madh, po varet kur vjen ai, sepse në fund të gjitha duan të shesin. Është një rezidencë diku këtu afër ku jemi ne me zyrat tuaj, me studion tuaj, ku mbi 70% e blerësve janë spekulant. Fjala spekulant duket e keqe edhe në perëndim njihet si fenomen, por politik bërje ka gjetur mënyrat për të eliminuar spekulimin dhe për të lënë në treg ata që blejnë për të banuar apo për të investuar. Në Shqipëri, kryeministri ka përmendur, duhet hequr urgjentisht shitja me clearing. Ndërtuesit shqiptar nuk kanë financim. Kur marrin projektin, nuk kanë financa për ta bërë të projekt. I hyn detit në këmbë. Dhe tani përdorin lekët e shqiptarit të thjesht. Shqiptari thjesht mendon që po ble shtëpi aty. Në fakt është financues, ka risk, po asnjë s'ja ka bërë qartë që o shok, ti këtu ke risk. Potencialisht ky projekt nuk avancon, nuk ecën para dhe ti nuk merr lekët. Nuk ja ka bërë njëri qartë. Ai mendon që është i sigurt tani, po ble këtë produktin super të sigurt që gjithmonë i rritet çmimi dhe vazhdon të investohet aty duke vallëzuar. Derisa tregu, ashtu si tsunami, se tregu nuk pyet për emocionet tona. Është tsunami, vjen dhe të fshin, derisa tregu dikur të kthehet nga ana tjetër, të humbasi besimin në këtë produkt që vetëm i rritet çmimin, se edhe i bie çmimi, dhe ne pastaj të përballemi me një fenomen shumë të rëndë, jo vetëm në industrinë imobiliare, por në gjithë ekonominë. Sot Amerika po përballet me rënien më të madhe të çmimit të shtëpive që nga 2008, nëse nuk gaboj, është statistikë zyrtare Shtetet Bashkuara. Por po sot kryeministri